strumbullari krejt keqës në këtë fushat është lëvizja vetëvendosje. Vetë fakti që nuk janë sot këtu, kjo flet shumë. Zonja Musliu, po më intereson fillimisht me ju po nisi, këndi PDK, sa ka analiza kush është duke prodhu dezinformata para zgjedhjeve? Tani faktikisht janë zgjedhjet ato që i nxjerrin edhe më shumë në pah prodhimet e tyre dhe plasimin e tyre në rrjetet sociale, por fatkeqësisht tashmë kjo është e ditur që e ka fillu lëvizja vetëvendosje propagandën përmes videove, përmes lajmeve fake edhe përmes propagandës së tyre. Strumbullari krejt keqës në këtë fushat është lëvizja vetëvendosje. Vetë fakti që nuk janë sot këtu, kjo flet shumë, sepse ata nuk kanë argumente dhe fakte me arme u ballafaqu, sepse në çdo dytën postim që e bajnë, ata kanë postimet e tilla ku denigrojnë, linçojnë dhe shantazhojnë qytetar nga gjitha taborët ose politikan nga gjitha taborët politike pa dallim. Prandaj një nga baza ose bazamenti i kësaj të keqe janë lëvizja vetëvendosje, duke pas parasysh që në këtë mënyrë ata kanë ardhur në pushtet, në këtë mënyrë kanë tentuar ta mbajnë pushtetin dhe që është më e keqja, po mundohen që edhe mandatin e 4 ta marrin po në këtë mënyrë, me propagandë, me mashtrime, me linçime, me devijime të vërtetës dhe me dezinformim të qytetarëve, të pas parasysh që nuk kanë projekte për të prezantuar, nuk kanë punë për të prezantuar para qytetarëve dhe nuk kanë ide se çka kanë me bë 4 vitet e ardhshme, e kanë zgjedhur këtë mënyrë që ta mbulojnë me mjegull paaftësinë e tyre qeverisëse dhe propagandën e kanë, domethënë, elementin kryesor të fushatës. Kështu që si Parti Demokratike në çdo të bëjmë, në çdo takim, qoftë ai takimi ngushtë me qytetar, qoftë takimet hapura, ju kemi bë thirrje që ta ruajnë qetësinë, të jenë korrekt me qytetari ka nevojë për informata, jo për dezinformata, dhe ne po mundohem maksimalisht që Kosovën ta prezantojmë ose të ardhmen e Kosovës ta prezantojmë si një të ardhmen normale. Jo në kriza, jo sfiduese që është tani, jo me propagandë, jo me mashtrime. Dallimin mes ne, si parti politike dhe lëvizjes vetëvendosje në këtë rast, që thash edhe njerë po e përseris nuk kanë guxim as me ardhë studio televizive, me u ballafaqu, është që na kemi mjaftueshëm punë, ata kanë fjalë, gënjeshtra, mashtrime, propagandë, dezinformata. Nëse fillojmë në cilin dush aspekt, qoftë në aspektin e mbrëmshëm, qoftë në aspektin ndërkombëtar, unë mund të flas me orë të tëra për projektet e Partisë Demokratike të Kosovës që i ka realizuar gjatë qeverisjes së saj, po edhe për programin që ka Partia Demokratike për 4 vitet e ardhshme. Edhe për punën e Partisë Demokratike në opozitë dhe gjitha kam mjaftueshëm material, mjaftueshëm punë për me prezantuar në çdo takim. Dhe secili prej antari Partisë Demokratike të Kosovës nuk ka nevojë që të marrë një rrugë edhe ta marrë një rrugë në Kinë atje edhe ta qesë si projekt të partisë, sepse ka mjaftueshëm rrugë, ka mjaftueshëm shkolla, kemi shumë njohje. Domthonë gjithçka që është në këtë vend, unë muj me identifiku me Partinë Demokratike, dhe ju vetëm unë, po është realiteti që e identifikon me Partinë Demokratike. Prandaj, e gjitha stërkeqja e këtij aspekti është lëvizja vetëvendosje, ju e dini shumë mirë, unë kam demantuar edhe shumë herë përmes një programi që e keni edhe ju në redaksin ose në Krypometri, ku i kam demantuar shumë herë, është e papranueshme se si din të manipulojnë fotografi,